Po, siç e dini, sot kanë filluar fjalët përfundimtare të palëve në procedurë dhe siç e kërkon procedura, fillohet me paraqitjen e fjalëve fillimisht nga prokuroria, pala dëmtuar dhe pastaj nga mbrojtja. Në fjalën hyrëse, në fjalën përfundimtare apo në pjesën e parë të kësaj fjale, prokuroria speciale e ka bërë një përmbledhje të shkurtër se çka do të pasqyrojnë dhe prezantojnë prokurorët në gjatë këtyre orëve të parashtrimit të fjalës përfundimtare dhe në mesin e informatave ajo e ka cekur se ka kërkuar që secili të dënohet nga 45 vite, spaku ashtu është të përkthyer në gjuhën shqipe dhe sigurisht që prokuroria pretendon dhe këmbgul që t'i mbron akuzat me të cilat i ka ngarkuar 4 të pandehurit. Po në rast se gjykata do të gjenë provat fajsuese me të cilat i ngarkon zyra e prokurorisë, sigurisht që gjykata e ka për obligim që ta aplikon parimin lex mitior, pra ligjit më të favorshëm në rastin e aplikimit të dënimit. Po ashtu gjykata duhet ta ketë parasysh edhe praktikën dëshkimore për këto veprat penale, pra lidhur me krimet e luftës deri më tani janë krijuar 2 praktika, pra e kemi praktikën nga gjykatat vendore të cilën e zbatojnë gjykatat nacionale, po ashtu edhe kemi praktikën dëshkimore të TPN-s. Për veprat penale të cilat ndërlidhen me krimet e luftës dhe personat të cilat janë gjykuar për këto vepra penale, qoftë pranë gjykatave vendore apo pranë Tribunalit të Hagës, politika ndëshkimore ka shkuar në gjykatat vendore prej 5 deri në 15 vite burgim, tek Tribunali i Hagës politika ndëshkimore ka shkuar prej 14 vite deri në 22 vite, ku kryesisht eprorët apo përgjegjësit të forcave serbe janë dënuar me kaq vite burgim. Tani sigurisht që ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë ligji i RSFI-s, i cili është ligji më i favorshëm në rastin e aplikimit të dënimeve për personat të cilat gjykohen për këto veprat penale. Po ne siç e kemi parë ky proces gjyqësor, sidomos dëshmitarët e prokurorisë, gati në 50% të dëshmitarëve kanë qenë të mbrojtur për publikun dhe seancat kanë qenë në një përqindje të madhe të redaktuara për publikun, sigurisht që ka qenë në vështirësi edhe për monitoruesit, por edhe për media që t'i monitorojnë prej fillimit deri në fund pa pengesa këto procese gjyqësore. Sigurisht që ne si monitorues opinioni kemi kufizime në provat, kemi kufizime në vlerësimin e provave dhe sigurisht që lidhur me këtë trupi gjykues pas analizimit të secilës provë veç e veç, të secilës dëshmi veç e veç do të merr një vendim meritor. Sigurisht që për neve të cilat nuk kemi qasje të plot në shkresat e lëndës, nuk është profesionale që të lëshohemi në vendimet gjyqësore.